Si konsulent imobiliar, por edhe si person, si human, ç'a është Leku për ty? Pyetje shumë e thellë, Gjulio, por du me të përgjigjem me pastërtinë më të madhe. Me ta thënë drejtën e shpirtit, kur kam ardhur në Tiranë, kam ardhur me një valigje me halle. Kryesisht halle ekonomike. Vitin e parë këta halle më kanë përnjek ditë për ditë. Edhe lekun e kishe si primar, sepse qëllimi ishte me zgjidhja të hallet e mia ekonomike. Me kalimin e kohës kam pa që nëse ti përkushtohesh në punë, leku vjen si rrjedhoj e punës që ti ban. Satisfaksionin më të madh në këto 2 vite e fundit, unë e kam marrë gjithmonë në momentin që kam marrë atë buzëqeshjen e klientave, që ju kam dhënë gjithmonë atë që kanë kërku, po thuj se 90%. Dhe detyrimisht leku vjen si rrjedhoj, nuk është leku primar për mua. Unë sot ndoshta jam nevojtar më shumë se para 3 viteve, sepse duke u rrit edhe niveli i jetesës, me atë edhe kostot. Por nuk frenohem aty, domethënë mendimet e mia nuk janë aty, mendimet e mia janë te dhënën e shërbimin e saktë, të ndershëm, në kohë, edhe rritja ime personale, edhe brandit ton personal normalisht.